Nuk ka fitues në përballjen kryesore të javës së 10 në kategorinë e dytë, ku klubi futbollit Shiroka dhe Bestidhja e Lezhës ndan një barazim 1-1 në stadiumin Reshit Rusi. Një ndeshje e fortë dhe e luftuar nga minuta e parë deri në fund mes dy ekipeve pretendente për kryesimin. Shiroka e nis më mirë takimin duke kaluar në avantazh në minutën e 6, kur Dulaj shfrytëzon asistin e Olamides dhe dërgon topin në rrjet. Reagimi i Bestidhjes ishte i menjëhershëm, pasi vetëm 2 minuta më pas Akansase barazon shifrat. Pjesa e parë mbyllet pa ndryshime të tjera, ndërsa edhe fraksioni i dytë prodhon raste për të dy skuadrat, me Shirokën më kërkuese për golin e fitores, por pa sukses. Atmosfera në stadiumin Reshit Rusi ishte një tjetër element i veçantë, me tribuna të mbushura dhe mbështetje të zjarrt nga tifozëria e të dy ekipeve, që i dha ndeshjes ngjyrë dhe emocion. Një përballje që konfirmon nivelin dhe rivalitetin mes dy skuadrave më të mira të kësaj kategorie. Me këtë rezultat, Shiroka dhe Bestidhja vijojnë të ndajnë vendin e parë me nga 23 pikë, ndërsa ekipi lezhian ka ende një ndeshje për të rikuperuar, ndërsa për KF Shirokën, ndeshja e radhës do të luhet në fund të muajit janar 2026. No, non sono contento. Nuk jam i kënaqur. Volevamo di più. Kërkoshim më tepër. Penso che per momento siamo stati superiori. Mendojmë se ishim më superior se ekipi kundërshtar. La squadra più forte del campionato. Me kundërndeshjes më të fortë të kampionatit. Abbiamo sbagliati tanti davanti alla porta. Gabum shumë përpara portet. E niente, sono contento per il gioco che hanno dimostrato i ragazzi, ma jam i kënaqur për lojën që kanë bërë. Ma non per il risultato. Por jo për rezultatin. Non è che non sono contento con l'arbitro. Nuk është se jam shumë i kënaqur me arbitrin. Veramente ha fatto una bella partita, non sono di parlare dell'arbitro. Pavarësisht se ndeshja u bë mirë, nuk kam të drejtë për me folë për arbitrin. Nuk flas kur. Ma se tu vedi le statistiche in qualsiasi pagina anche nella federazione, po të shoh statistikat, siamo la unica squadra che non ha ricevuto un rigore a favore. Jemi e vetmja skuadër që s'kena marrë as edhe një penallti, edhe pse kena pas mundësina. Le altre squadre che stanno lottando con noi nei primi posti, ekipet tjera që janë poshtë nesh, in 10 partita ce l'hanno più di 5 rigori. Në 10 ndeshje kanë të paktën shumë penallti. 5 gol in contra o 4. Kemi 4-5 gola kundër. Due gol sono stati di rigore. 2 kanë qenë me penallti të Luzi. Non voglio parlare di arbitri, però quando vedi queste cose, nuk kam dëshirë më fol për arbitrat, por kjo është nga një herë, edhe pse jena ekip i vogël. Scusa la parola, ma un po' ti fa incazzare. Më fal për shprehjen, por të nevrekosi fije. Tani duhet jemi objektiv, nuk ishte një ndeshje e lehtë. Jo më kot edhe Shiroka ka marrë këto pikë dhe është në atë vend ku është. Por mendoj se kishim diçka pak më tepër. Mendoj se edhe mund ta fitoshim ndeshjen, sidomos me këto raste që kishim në fund. Gjithsesi më vjen mirë si reagume, sepse psuam një gol në kundërshtim në minutat e para dhe reagume mirë, barazume ndeshjen. Më dëmtoi të them drejtën edhe dëmtimi i Karakaqit. Kemi edhe një ndeshje, sepse ne kemi një ndeshje mbrapa, pra kemi edhe një ndeshje me Naftarin, pastaj e mbyllim, shkojmë në pushimet e dimrit. Ku në pushimet e dimrit duhet bërë një analizë mirë. Ju e dini, jeni mirë informuar se ne kemi pas një kolaudim të skuadrës në ditët e fundit, pra duhet bërë një analizë mirë, shohim ato pikat e cilet kemi nevojë dhe të bëjmë ndërhyrje në mënyrë të tillë që ta kena skuadrën më solide.